Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që marrë pjesë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë, po bëj shkurtimisht thjesht një përshkrim të shkurtër sot të shërbimeve të mia. Kam 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë. Është e njëjta hëna dhe një ditën e premtet. Hënën bëj në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje, siç është sot. Ndërkohë që ditën e premte bëj për parashikimin javor. Të gjitha këto mund t'i gjeni te kanali im YouTube-it më vonë. Ndërkohë që përveç këtyre bëj edhe parashikimet ditore. Tashmë bëj vetëm për ditët që shikoj që janë më të rëndësishme. Edhe këto i gjeni të gjitha platformat e mia. Emri në të gjitha platformat e mia është i njëjtë, është astrologe Denisa Shyle. Mund t'i ndiqni tek të gjitha këto, pra si në YouTube, në TikTok dhe në Instagram. Përveç këtyre që janë shërbimet e mia për publikun, pra për ju dhe janë pa pagesë, kam edhe shërbime të cilat janë personale, pra kemi janë konsulta personale, të cilat përfshin analizën e hartës, parashikimin e të ardhmes në vartësi të saj. Mund të gjejmë orën e lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë dhe si rrjedhë ascendentin. Në qoftë se e dini orën tuaj të lindjes, mund ta gjeni se çfarë ascendenti i përkisni në shumë faqe që ekzistojnë në internet, sepse të gjitha shërbimet e mia për te këtyre që po bëj aktualisht janë me pagesë, prandaj nëse drejtoni dhe më shkruani nga WhatsApp-i im dhe kërkoni një shërbim të tillë, duhet ta dini që është me pagesë sepse kërkon një punë ekstra. Ndërkohë që mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes, duke filluar nga marsi, do të filloj që t'jap një kurs të ri për mësime astrologjie, në qoftë se jeni të interesuar, mund të më shkruani. Unë nuk kam informacione për horoskopin kinezik, kështu që nuk mund t'ju them që të më thënë. Astrologjia që bëjon është astrologji karmike, shpirtërore dhe është e bazuar tek astrologjia klasike dhe ajo moderne. Kemi dhe astrologjinë ezoterike, por në lidhje me astrologjinë kineze nuk kam njohuri, edhe me vedike nuk kam njohuri për shembull, kështu në lidhje me ato tema. Për përsëris mund të drejtohen tek astrologë të tjerë që ka shumë. Në Shqipëri nuk e di ekzistojnë apo jo, në botë e di që ka shumë, sepse sidomos tani ka dalë shumë edhe në modë, po shtohet shumë edhe astrologjia në përgjithësi, detyrimisht edhe në atë jam se sigurisht mund ta gjeni. Se si mund ta gjeni orën e saktë të lindjes, po e them, nëse nuk e dini, që keni pyetur mamën dhe nuk e ka thënë sepse nuk e ka ditur, atëherë mund të drejtohen tek unë, ta merrni si shërbim pagesë. Është një ndër shërbimet që unë ofroj, duke qenë se kam studiuar për astrologji, di se si ta bëj, është një proces i cili quhet rektifikacion, pra të rektifikosh hartën momentin e lindjes, dhe në bazë të saj mund të gjeni edhe ora e lindjes. Duke qenë se kemi shumë kalime tek shenja ujore, doja të përmendja pak atë, ndikimet që kemi të gjithë pak a shumë. Në qoftë se keni pyetje ndërkohë, do t'i marr edhe ato. Erdhën disa pyetje, për te këtyre erdhën disa pyetje me shkrim, nga DM-i, nga Instagrami, do t'ju përgjigjem atyre. Në radhë të parë më shpyetur shumë shpesh se cila është renditja që duhet të shikohen parashikimet. Unë për këtë arsye bëra edhe një reel, domethënë që e vura në platformat e mia, mund ta ndiqni edhe atje, por thjesht për përsëris tani. E rëndësishme është gjithmonë ndikimi që kemi tek natyra, asaj nuk ish mangemi dot asnjëherë. Dhe astrologjia në të vërtet funksioni kryesor, funksioni primar, më të themi, të paktën në mënyrë se si unë e zhvilloj, është që të përcaktoj se si do të ndikohet bota, natyra. Prandaj edhe të gjitha parashikimet e mia në përgjithësi, nëse keni vënë re, pjesa që është e përgjithshme është gjithmonë më e gjerë, sepse ajo na prek të gjithëve, si rrjedhë, për mendimin tim është në pjesa më e rëndësishme. Pas kësaj, do t'i këshilloj të dëgjoni të ascendentin tuaj, në qoftë se e dini detyrimisht, duke qenë se ascendenti është më personal. Momenti që ne kemi lindur, pra ascendenti përfaqëson edhe momentin që shpirti është takuar me trupin, prandaj edhe është shumë herë më tepër personal. Është momenti ku dielli, drita e botës, pra, na ka prekur për e të parë, si rrjedhë është vërtet shumë më tepër personal, dhe parashikimet në përgjithësi bëhen në bazë të saj. Pas kësaj vjen shenja e diellit,
Shenja e diellit normalisht është shumë e rëndësishme, pa diellin ne nuk funksionojmë dot, duke qenë se është motori jonë, është energjia jonë. Pra, nëse nuk do ishte dielli dhe ne nuk do të ishim, si rrjedhoj, nuk do të mund të jetonim. Prandaj edhe ajo ka shumë rëndësi. Gjithsesi renditja se si duhet të dëgjoni parashikimet është kjo. Me këtë rast e thash edhe pyetje se sa e rëndësishme është ascendenti dhe se sa e rëndësishme është shenja e diellit, se cilin duhet të dëgjojmë. Duhet të dëgjojmë të dyja. Thjesht radhitja është kjo. Okej. Kemi disa kalime tek shenja e ujorit, dhe duhet të flisja pak për atë. Ndikimet e shenjës ujorit janë shumë të fuqishme dhe në përgjithësi janë benefike, duke qenë se prekin në mënyrë pozitive të gjithë kolektivin. Dhe këtu në kurse bëhet fjala thjesht për kolektivin njerëzor që është në universi. E dim apo se dim këtë, jemi apo se jemi të vetëdijshëm, duke qenë se, siç e thash pak përpara, dielli është motori jon, është energjia jon, aty ku ne marrim jetë, dhe si rrjedhoj është edhe objekti i cili na ndriçon më tepër dhe na jep më tepër informacion. Prandaj dhe gjatë gjithë vitit ne marrim informacione të vazhdueshme nëpërmjet diellit, pra e gjithë energjia në një farë mënyrë qarkullon prej tij. Por kur jemi gjatë shenjës ujorit, drita e diellit ulet. Si rrjedhoj dhe ndikimi i tij ulet. Pra në një farë mënyrë zëri i tij ulet, pra volumi i zërit të tij ulet, dhe kjo na lejon që të marrim më tepër informacione nga universi. Edhe pse perceptohet si diçka negative, sepse energjia jonë, siç përses disa herë, ulet, duke qenë se kemi më tepër mundësi që të marrim informacione, të bëjmë një lidhje shumë më të madhe me qielloren, me hyjnoren, kjo do thotë që ne kemi më tepër lidhje me veten tonë, me botën tonë, me Zotin, me universin, pra. Dhe si rrjedhoj gjatë këtyre periudhave, gjatë periudhës kur jemi tek shenja ujorit, ne kemi rritje shumë më të madhe dhe spirituale, shpirtërore, po ashtu dhe vetëdijsohemi shumë herë më thjesht. Kjo është edhe arsye që për mua të paktën, periudha e shenjës ujorit gjithmonë më ka pëlqyer, është një ndër periudhat ku normalisht ne duhet ishim më të qetë, sepse natyra është shumë më e qetë, jemi në dimër në këto momente, pra hemisfera veriore, dhe si rrjedhoj duhet ishim pikërisht në ato momentet ku kemi më tepër mundësi që të meditojmë, të kemi diskutime të gjata me të avancuar dhe ne jemi në një periudhë ku jemi ndarë nga natyra. Domosdoshmërisht kjo lidhje është ndërprerësi, por pavarësisht të gjitha këtyre, vazhdojmë që të marrim shumë informacione dhe një ndër këshillat e mia në këto momente është që të lidhemi pak më tepër me botën tonë të brendshme, pra me ndërgjegjjen tonë, me besimin që ne kemi. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për besimin që kemi kundrejt feve, bëhet fjalë për besimin që kemi tek krijuesi, tek universi. Kjo na ndihmon që të avancojmë shumë më tepër edhe si njerëzim, sepse siç e thash ndikohet shumë kolektivi që kësaj periudhe. Shenjat që ndikojnë më tepër, normal që ndikojnë më të gjithë, po detyrimisht shenjat që ndikojnë më tepër janë ato që e perceptojnë shumë më mirë këtë ndikim ose këtë downloadim të informacione. Me përmendjes dhe si rrjedhoj, shenja ujorit është shenja që ndikohet më tepër sepse jemi në natyrë, ata e perceptojnë shumë mirë këtë energji, se çfarë do të thotë. Dhe janë shumë më të aftë që dhe t'i përdorin këto. Kemi ndryshime të shumta për këtë arsye gjatë periudhave për shenjën e ujorit. Në çdo aspekt të jetës, sepse siç e thash, janë elementin e tyre dhe si rrjedhoj arrin dhe të lulëzojnë. Ndërkohë që shenja tjetër që i rritet në mënyrë të dukshme intuita, është shenja e peshëve, përgatitet për stinën e tij. Është një periudhë shumë pozitive nëse përdoret ashtu siç duhet, por nëse se ne e sforcojmë veten tonë për të bërë gjërat pak a shumë që na i imponon shoqëria në këto momente, detyrimisht do të dëmtojmë më tepër se çfarë do të rregullojmë. Prandaj shenjës së peshëve edhe kur bëra parashikimin këtu te kanali im, po ashtu edhe sot kur shkova te Ady CNN, i këshillova të njëjtën gjë, që gjatë kësaj periudhe vërtet që duhet të perceptojmë mirë se çfarë informacionesh po marrim, të mbledhim, të akumulojmë në mënyrë që pastaj t'i bëjmë në jetë. Dhe të kujdesemi vërtet shumë për shëndetin tonë fizik, sepse në këto momente ena është duke u zgjeruar. Dhe kjo është edhe arsye që deri në këto momente, për shembull shenja ujorit ka pasur probleme, sepse ena e tij ka qenë shumë duke u zmadhuar.
por në botën ku jetojmë, përsëris disa herë, duke qenë se jemi të detyruar që të bëjmë të detyrat tona të shkojmë. Pra gjatë kësaj periudhe normalisht ne duhet të ishim më të qetë përsëris, sepse natyra është duke fjetur dhe ne në këtë periudhë duhet ishim duke dëgjuar më tepër universin, por kjo është e pamundur në momentin ku jetojmë, si edhe në botën jonë e brendshme, ose trupi jonë bie shumë në ndesh me atë çfarë kërkohet për nesh, si edhe kemi edhe ndryshime të shumta brenda organizmit dhe kjo përkthehet edhe në stres vërtet shumë të madh dhe duke qenë se shenja e ujorit. Sistemi nervor ka shumë të prekur, gjatë kësaj periudhe mund të kemi pasur edhe probleme të tilla. Pra mund të kemi pasur ose probleme me shëndetin vërtet fizik, ose e gjithë kjo trysni që kemi ndjer mund të jetë shprehur edhe në forma të ndryshme. Shumë persona, për shembull tek shenja ujorit, më kanë thënë që kanë pasur probleme me harximet gjatë gjithë kësaj periudhe. Ndërkohë që mund të ketë pasur edhe persona që kanë pasur një dhimbje shumë të madhe koke, sepse si thash, kemi pasur një trysni vërtet shumë të madhe. Ndjejmë ne si njerëz, si njerëzim në këtë moment ndjejmë një trysni të tillë sepse jemi shumë larg asaj çfarë duhet jetojmë. Pra boshti, aksi ku ne duhet ishim në këtë momente, kemi filluar që të qëndrojmë shumë larg sepse këtë na imponon ne shoqëria. Ujori është shenja më me fat në këtë moment. Ule fati në të vërtet në botën, në realitetin ku ne jetojmë, do të thotë që kemi aftësinë, na dalin përpara gjithmonë mundësi që ne të dalim nga vështirësitë që ndodhemi. Prandaj është shumë e rëndësishme në këto momente që të jemi vërtet në atë qendrën tonë. Të kuptojmë mirë se cili është qëllimi që kemi në këtë jetë. Kjo bëhet në shumë forma të ndryshme, por të dini hartën tuaj, për shembull, se ku i keni vendosur planetare, është shumë e rëndësishme, sepse këtë arrin që ta perceptoni pothuajse më njëherë. Gjithsesi, nuk është të thënë që duhet bëheni patjetër analizën e hartës, edhe pse unë këtë e këshilloj me ngul. Dhe kam thënë shumë shpesh nuk jeni të detyruar që ta merrni nga unë, më ta merrni edhe nga shumë astrolog të tjerë, sepse tashmë jemi shtuar të shumë. Ky profesion ka filluar është poluzon. Është diçka e mirë, unë shikoj se diçka të mirë të vërtetën. Por në qoftë se e dini këto vendosje planetare, e dini dhe ku i keni fuqinë tuaj, e dini dhe ku i keni ato dobësitë tuaj dhe se do keni më tepër mundësi që t'i përdorni. Në qoftë se nuk e bëni këtë, do t'ju këshilloja që të rini dhe të kaloni kohë me veten tuaj. Këtu shumë njerëz të perceptojnë si meditim, por nuk do të thotë thjesht është ajo. Edhe pse ka shumë persona që e bëjnë dhe ju bën mirë. Për mua personal meditimi ka qenë gjithmonë i vështirë, sepse un kam shumë mendime, mendime njerëz, mendime shumë aktive dhe cilëve që të pushoj për një periudhë të gjatë, siç është meditimi, kam të vështirë, por të ballafaqoj me mendimet e mia gjithmonë më ka bërë mirë dhe t'i shpreh ato në forma të ndryshme. Kjo nuk do të thonë që thjesht duhet të flasësh me dikë, mund edhe t'i shprehësh në forma arti ose të shkruash ose në disa raste të shikosh ose të dëgjosh edhe podcaste që tashmë kemi më shumicë. Të lexosh po e thash. Dhe si do kemi edhe mundësi që të gjitha këto mendime t'i vëmë në një farë forme, t'i japim një formë dhe t'i perceptojmë më mirë, sepse mendja njerëzore ka nevojë që gjithçka ta perceptojë dhe si mund ta vëjë dhe në forma të cilat nuk janë shumë të përshtatshme për të. Kjo ndodh nëse ne nuk e njohim mirë veten tonë. Është e vlefshme për të gjitha shenjat, por shenja e ujorit vërtet që shenja e cila ka më tepër probleme për të perceptuar veten e tij. Prandaj po ndalim pak më tepër këtu. Duke qenë se në këto momente jemi tek stina juaj, edhe pse nuk ka filluar ende, do të fillojë nesër në orën 13:45, nëse nuk gabojmë ishte. Pra në mesditë apo jo, ai kërkoj ndjes. Ishte në orën 2:45, po të mëngjesit. Pra nesër kur në mëngjes kur të çojmë, do të jemi tashmë tek stina ujorit. Pra do të jemi në sinë tuaj, do të keni shumë të thjeshtë tashmë që ti përdorni gjitha këto që sapo përmenda, sepse e keni më të thjeshtë. Kur dielli është në shenjën tonë, normalisht është shumë më thjesht për të gjithë ne që të përdorim energjinë tonë në mënyrë më efikase. Cilat janë shenjat e tjera që ndikojnë pozitivisht nga ky kalim? Gjitha shenjat e zjarit dhe të arit ndikojnë shumë pozitivisht në kjo, për te dhe shenjës së peshqve se për përmenda, edhe pse pak e lodhshme, në të vërtetë shenjës së peshqve i bën shumë mirë periudha ujorit. Mjafton që të dimë si të përdorim të gjitha këto. Në botë ose në univers asnjë gjë nuk është kot. Të gjitha këto stinë që kemi, pra 12 stinët që kemi nuk është se janë kot. Të gjitha na mësojnë diçka, të gjitha na bëjnë që të evolojmë, na shtyn që të evolojmë. Por periudha e ujorit është periudha e cila është pak më e vështirë për të perceptuar se të gjitha
stinët e tjera, duke qenë se ka shumë lidhje me qielloren. Dhe ne lidhja me qielloren është vërtet shumë e ulët, e varfër. Sapo kemi filluar që ta rindërtojmë pas një periudhe shumë të gjatë që kemi qenë në Guack. A vlen edhe ascendenti ujor? Po normale që vlen, të gjitha vlen. Normale që vlen edhe vendosjet. Për shembull, në qoftë se jemi një shenjë e ujit dhe kemi vendosje tek shenjat e ajrit, pra planetet personale kemi tek shenjat e ajrit, këtu bëhet fjalë për Merkurin, për Marsin dhe për Venusin, atëherë kemi shumë më të thjeshtë që periudhën e ujorit ta perceptojmë dhe ta kalojmë, ta përjetojmë më mirë, ta përdorim ashtu siç duhet. Ndërkohë që nëse këto vendosje i kemi tek shenjat e tokës, për shembull, ky ndikim bëhet ndërkohë që ajri është ajër, pra është ajo çfarë na lidh me qielloren, është mendimi, nuk ka formë. Si rrjedhoj, për shenjat e tokës mund ta kem pak më të vështirë në këtë periudhë. Kur flasim për shenjat e tokës, shenja që ka më të vështirë në përgjithësi periudhën e ujorit është shenja e demit. Duke qenë se shenja e demit është vërtet tok, është dhe shenjë fikse, dhe si rrjedhoj e ka vërtet shumë të vështirë për të ndryshuar, për të bërë të vetën këtë energji të re që po krijohet në këto momente, pak më tepër që ndarja e tokës me qiellin është bërë dhe si rrjedhoj që të krijoj atë lidhjen përsëri e ka të vështirë, por në këto momente mund ta kemi pak më të thjeshtë për shenjën e demit. Arsye që është kjo është se Uranin e kemi të vendosur tek ju, edhe pse në forma të cilat juve mund të mos ju pëlqejnë, që të cilat mund t'ju sfidojnë, të ndjeni të sfiduar, në të vërtetë në këto momente keni aftësinë që ta perceptoni se çfarë po ndodh rreth rrotull dhe si rrjedhoj ta përdorni atë në avantazhin tuaj, duke qenë se ndikohet zona e karrierës, për shenjën e demit detyrimisht kjo do ndikohet më tepër, por përpërsisht vjen nëpërmjet sfidave, nëpërmjet sforcos, dhe ju jeni të detyruar që të rikrijoni pra të lidhjen që kemi me qielloren. Këtu nuk bëhet fjalë për hyjnorën, për besimin në lidhje me krijuesin ton, por bëhet fjalë me qielloren, pra për të perceptuar universin. Është një periudhë vërtet e rëndësishme në të vërtetë, sepse shenja e demit ka nevojë, është një periudhë e cila do t'i nevojitet që ta krijoj pra këtë urgj, sepse do t'i nevojitet edhe për 18 vitet në vazhdim. Briciapi. Okej, shenjat e tokës, siç e thash, mund ta kem pak më problematike. Nga shenjat e tokës që mund ta ketë më të thjeshtë është shenja e Virgjëreshës. Shenja e Briciapit është diku në mes. Por në këto momente shenja e Briciapit në energji, në formë energjetike, ndjehet pak e sfiduar. Arsyeja që ndjehet e sfiduar është se drejtuesi i shenjës së ujorit është Urani, që në mitologji është babai i Saturnit, i cili është drejtuesi i shenjës së Briciapit. Dhe ishte pikërisht Saturni ai që bëri ndarjen nga toka me qiellin, si rrjedhoi. Këta janë të dy pak a shumë baba dhe fëmijë, baba dhe djalë, por dhe armiq në të njëjtën kohë. Si rrjedhoi dhe sfida është shumë e ndjeshme këtu. Në këtë periudhë, për këtë arsye, shenja e Briciapit ka aftësinë që të rritet shumë, që të materializojë shumë gjërat, të rikrijoj dhe pak a shumë të kërkoj falje nga babai i tij, po e them në mënyrë metaforike, dhe si rrjedhoj të krijoj një farë stabiliteti ekonomik, por kjo vjen nëpërmjet sfidave gjithmonë. Është një periudhë vërtet e cila shenjës së Briciapit ulet pak hunda, po e them në këtë mënyrë. Ky është normale që i bën vërtet shumë mirë, sepse e detyron atë që të dalë jashtë kokës së tij, që ta perceptoj realitetin ashtu siç është dhe të marr shumë informacione të reja dhe të arrish të përdor këto për të kaluar ato ciklet karmike të cilat kanë ngelur i burgosur, sepse kjo është një nga tematikat më të rëndësishme të shenjës së Briciapit. Mund të ngelet shumë i burgosur brenda ideologjive dhe fanatizmave të tij, kushtëzimeve të cilat i ka besuar dhe vetë. Dhe periudha e shenjës së ujorit e ndihmon shumë në lidhje me këtë pikpamje. Ndërkohë që
nuk po e marr me radhë, po I them pak ngatruar, aty ku më vete në mendje domethënë. Ndërkohë që shenja e Virgjëreshës, shenja e Virgjëreshës e ka pikën pak ndryshe, e ka temën pak ndryshe, duke qenë se është e drejtuar nga Mërkuri, e ka më të thjeshtë, siç e thash. Është më e logjikshme, si rrjedhë informacionin e percepton, e përthith shumë herë më thjesht. Është shenja e cila është gjysmë për gjysmë, sepse të gjitha shenjat e ndryshueshme ashtu janë, kanë dualitetin brenda. Dhe gjysma e shenjës së Virgjëreshës në të vërtetë është ajër, si rrjedhë gjatë periudhës së shenjës së ujorit e ka më të thjeshtë që ta perceptoj. Por, një lloj siç ishte edhe tek shenja e Briciapit, ndihet I sfiduar, duke qenë se është tokë. Dhe energjia e ajrit atë e sfidon në mënyrë të dukshme. Madje edhe personat, për shembull, që janë tek shenja e Virgjëreshës, nuk I kanë shumë qejf personat që janë tek shenja e ujorit, duken shumë ndryshe, I duken shumë marginal. Dhe për këtë arsye ne mund të kemi edhe disa gricje. Pas një farë periudhe, pra nëse njihen, mund të bëhen edhe miq për kokë ose partner shumë të mirë për njëri tjetrin, por fillimi gjithmonë është pak I vështirë. Shenja e Virgjëreshës për këtë arsye në këto momente, edhe pse ndihet e sfiduar, ka aftësi vërtet shumë të madhe që të perceptojë identitetin e saj dhe që rrit vërtet shumë me punë, sepse bëhet shumë më praktike dhe më logjikshme në këto momente. Prandaj edhe gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë stinës së ujorit, shenja e Virgjëreshës do të ketë rritje vërtet shumë të madhe, kolosale do të them. E vetmja gjë që duhet jeni të kujdesshëm këtë përpërsis disa herë, është shëndeti fizik, sepse këtu jeni të prekur. Faleminderit. Këto ishin shenjat e tokës. Për shenjën e demit folëm. Po flas tani për shenjat e ajrit. Për ujorin folëm. Do të flas pak në lidhje me shenjën e peshores dhe të binjakëve. Po filloj tek shenja e tek shenja e binjakëve. Në të vërtetë shenja e binjakëve dhe shenja e ujorit kanë shumë gjëra të përbashkëta me njëra tjetrën. Si rrjedhoj, janë edhe dy shenja të cilat kuptohen mirë me njëra tjetrën. Dhe gjatë stinëve përkatëse të dyja rriten shumë. Gjatë periudhës së shenjës së ujorit, shenja e binjakëve ka një rritje kolosale sepse arrin që ta perceptojë universin në një mënyrë të re, shumë më të gjerë dhe shumë më të përshtatshme në të vërtetë me atë çfarë është. Arrin që të rritje shumë të madhe një zgjerim, në mënyrë të themi, të enës së tyre, edhe pse këtë në ato momente nuk e perceptojnë sepse nuk është se zgjerohet ena toksore, zgjerohet ena shpirtërore, pra ajo gjysma që kanë enden e shiellit shenja e binjakëve, dhe këta ngadalë e përvetsojnë me kalimin e kohës. Kjo në përgjithësi ndodh kur dielli të kalojë tek shenja e peshqve për shenjën e binjakëve. Pra, duke filluar nga data 18 shkurt e tutit, do ta ndijmë edhe më tepër këtë. Por nuk do të thonë që tani nuk do ta ndijmë, tashmë do të jemi më euforik. Do kemi një pasion më të madh ndaj jetës, ndërkohë që atëherë të gjithë këto informacione që kemi marrë do të arrijmë që të vëmë re se ku mund t'i vendosim. Është një periudhë vërtet shumë pozitive për shenjën e binjakëve. Këshilla ime do të ishte që të jemi pakës më të përshëndruar tek realiteti toksor, duke qenë se në këto momente mund të kemi aftësinë që të fluturojmë pak më tepër se ç'duhet, të jemi pak më tepër me të londrojmë pak a shumë, jo të jemi më kam në tokë. Dhe si rrjedhoj të humbasim edhe disa detaje që mund të na nevojiten më vonë. Është përsëris është një periudhë pozitive, vërtet shumë pozitive, por që ta bëjmë edhe më pozitive, duhet të jemi më realistë, më me këmbë në tokë pra. Ndërkohë që peshorja, për peshoren është një veçanti e tillë, duke qenë se Venusi, që është drejtuesi I shenjës së peshores, në të vërtetë është pjesa, është organi gjenital I Uranit, në momenti që Saturni e bën prerjen e tokës e Gajës me Uranin, me drapër pra pret organet I gjenital dhe organit I gjenital bjen në oqean, në mesdhemër të themi, dhe prej tij shndërrohet në Venus, që është edhe perëndesha e dashurisë, e bukurisë, e seksit e të tjerë pra, siç e dim. Kjo është edhe arsye që është edhe perëndesha e seksit, sepse është ka lindur nga organi gjenital Urani. Si rrjedhoj, duke qenë se është pjesë në një farë mënyre e Uranit,
Periudha e shenjës së ujorit, për shenjën e peshorës është shumë e rëndësishme. Është bashkimi me vete, momenti kur I lind. Është një periudhë vërtet e artë për shenjën e peshorës, e cila do të filloj pikërisht nesër, mund të them, por faktikisht filluam që ta ndjemte që ditën e shtunë, sepse Venusi kaloi tek shenja e ujorit, pra bashkua me trupin, le të themi, cili do gjatë asaj periudhe për shenjën e peshorës kemi gjithmonë fillimet të reja, çështje sentimentale shumë më tepër. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm këtu, kemi kreativitet vërtet shumë të lartë, kemi rritjen e pasionit dhe lindjen e fëmijëve ose krijimin e fëmijëve. Pra, mund të kemi shumë fillime të shtatzënive në këto momente. Është një periudhë shumë e bukur për shenjën e peshorës. Nuk kam se çfarë të them, sepse vërtet që është e bukur, mjafton që të doni që ta përdorni. Mund ta përdorni në çdo aspekt të jetës, pra. Gjithsesi kreativiteti është vërtet shumë I lartë. Dhe në qoftë se gjatë kësaj periudhe deri në këtë moment për shembull nuk keni pasur mundësi që të krijoni diçka, këtu bëhet fjalë më tepër për materien, do t'ju këshilloj që të heqni hapat e parë sepse është një moment vërtet shumë ideal. Duke filluar nga dita e nesërme. Po flas për shenjat e ujit. Atëherë si fillim, po marrim me radhë tek nga gaforja. Shenja e gaforës kur jemi në periudhën e shenjës së ujorit, futet në fazën e saj karmike, që do thotë është faza ku sapo ka krijuar guackën e re. Tashmë kishim edhe një anë të re tek shenja e Bërciapit dhe kjo simbolizon të pikërisht këtë. Kemi shumë më të theksuar frymën e komunitetit për shenjën e gaforës, sepse kemi nevojë për mbrojtje, si rrjedhë e ndiejmë pak a shumë instiktivisht që duhet kemi njerëz rreth rrotull. Kjo është edhe periudha ku marrëdhëniet toksike dhe marrëdhëniet karmike lullëzojnë, si edhe duhet jemi shumë përzgjedhës dhe shumë të vetëdijshëm në këtë periudhë. Është periudha më e vështirë, më e lodhshme, por edhe më e bukur, ose më themi që e rrit më shumë dhe si rrjedhoi e bën shenjën e gaforës të zgjerohet dhe të marrë formë shumë herë më pak a shumë bëhet king crab, domethënë bëhet mbretëresh ose mbret. Është shumë e rëndësishme, por përsërisë është shumë e lodhshme sepse duhet të jetë shumë përzgjedhës, por në të vërtetë kjo e bën vërtet shumë mirë. Përse mund ta bëjmë këtë që ta kemi më të thjeshtë, pra duke qenë se fryma e komunitetit rritet, normal që mund të marrim ndihmë nga persona të cilët janë të shëndetshëm për ne. E kemi të thjeshtë që ti perceptojmë në këto momente sepse vazhdimisht këta persona na tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Pra, nuk është se kemi nevojë që ti marrim me hamendje gjërat, vërtet që këta persona i tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë, mjafton që ne duam ta pranojmë këtë si gjë. Për këtë arsye, periudha e shenjës së ujorit për shenjën e gaforës në përgjithësi është një periudhë shumë e madhe reflektimi, rritjeje dhe zhvillimi, dhe fal kësaj, siç e thash, pas periudhës së ujorit, kur jemi tek shenja e peshëve, do të arrijë që të bëhet ajo mbreti dhe mbretëresha që meriton. Në lidhje me çështjet sentimentale, këtë po e them thjesht që ta kemi parasysh, unë në këtë periudhë nuk do të këshilloj që të krijonim lidhje të reja. Kjo është e vlefshme vetëm për shenjën e gaforës, duke qenë se në përgjithësi në këto momente personat që mund të hyjnë në jetën tonë mund të jenë persona karmik ose që të mbyllin ose që të na mësojnë diçka, si rrjedhojnë në lidhje me çështje sentimentale mund të bëhen shumë të dhimbshme, prandaj këshillimi do të ishte që në çast e periudhës ti vëzhgojmë mirë. Pra, në qoftë se njohim një person me logjik, pa futur ndjenjat në mes, do ta kemi shumë më të thjeshtë gjatë periudhës së peshëve që duam çdo ne, do të kemi shumë ndjenja të larta të lidhemi. Shenja e ç'a kemi? Okej. Shenjën e peshëve përmenda pak në fillim, por përsëris tani. Shenja e peshëve ka drejtuesin e tij edhe Jupiterin, ka drejtuesin e tij edhe Neptunin. Duke qenë se në astrologjinë klasike ka qenë thjesht Jupiteri, në të vërtetë periudha e ujorit perceptohet si një periudhë pozitive për shenjën e peshëve. Informacioni derdhet nga qielli dhe rrënjoset tek shenja e peshëve për të dhënë atij
mënyrën që të i kaloj të gjitha sfidat dhe le të themi që të rimëshërohet përsëri në jetën e ardhshme. Kemi pak a shumë urtësimin në shenjës së peshqve gjatë periudhës ujorit. Është një periudhë shumë pozitive, por nuk është periudhë ku ne duhet të veprojmë, duke qenë se pavarësisht se uji përmban ajër edhe si element, pra këtë mund ta dim, nuk është asnjëri mjaftueshëm ai nëse nuk e kemi tretur dhe akumuluar ashtu siç duhet. Pra, për ne si qenie njerëzore, në mënyrë që këto informacione të tresin na duhet pak kohë. Prandaj dhe një lloj siç ishte tek shenja e gëforës, do të këshilloj që këtë periudhë ta përdorim më tepër për të perceptuar mirë dhe për t'i tretur gjithë ato informacione që po marrim, në mënyrë që të mund t'i përdorim kur dielli të vinë, të kaloj tek shenja juaj. Ky vit për shenjën e peshqve, mos e mërthemi, stina e tyre, stina juaj do t'jetë pak e lodhshme, duke qenë se do të kemi edhe një eklips gjatë asaj periudhe. Fillimet që do të kemi gjatë atij eklipsi janë shumë të rëndësishme. Duam s'duam ne, do të kemi fillimet të reja. Kjo nuk do me thënë thjesht për çështje sentimentale, do të thotë edhe lidhje me personat të cilët nuk do të dalin nga jeta jonë, ose nëse dalin, do të dalin pak a shumë me dhunë. Prandaj dhe do të jemi shumë përzgjedhës për personat që do të marrim gjatë kësaj periudhe në jetën tonë. Por përsëris në këto momente, sepse gjatë stinës tuaj domosdoshmërisht do të krijohen të tilla. Po është fjalë për shenjën e peshqve. Dhe shenja e fundit e ujit, që është shenja e akrepit, shenja e akrepit ka ndikimin më të fuqishëm nga të gjitha shenjat e ujit në këto momente ka të tilla, ose më të themi gjatë kësaj periudhe ka të tilla, do ta ketë edhe për 18 vitet në vazhdim. Arsyeja është se drejtuesi i shenjës së akrepit, që është Plutoni, është i vendosur këtu tashmë, do të vazhdojë deri në vitin 2043, kemi kohë. Deri në atë kohë, detyrimisht do të jemi të detyruar që të mësojmë shumë, të ndryshojmë mirëpasjellje dhe të ndryshojmë rrjedhën e jetës, më të themi, aty ku do të ngjecemi, pra ku të përballemi me shkëmbim shumë të mëdhenj, se edhe do të na duhet që të ndryshojmë drejtim. Në këto momente shenja e akrepit ka mundësi shumë të mëdha për të ndërtuar një themel të fortë, shumë të fuqishëm. Madje edhe këto shkëmbim që përmenda pak përpara, që mund t'i dalim përpara, pra, mund t'i përdor edhe ata në themelin e tyre. Mjafton që të di se si, mjafton që të doj, më mirë të themi. Kemi një aftësi vërtet shumë të madhe mendore në këto momente për shenjën e akrepit, duke qenë se edhe drejtuesi tjetër, që është Marsi, do të kalojë së shpejtmi tek shenja e ujorit, por në këto momente është vendosur tek shenja e Bërciapit, që i jep një farë stabiliteti në mendje, domethënë në logjik. Por përtej kësaj kemi dhe aftësinë, domethënë që të bëjmë lidhjen tonë, botën tonë të brendshme, ta lidhim me, ose të japim një kuptim edhe në anën shpirtërore dhe në anën qiellore, pra të kuptojmë ato dinamikat që ekzistojnë edhe në qiell, po ashtu edhe të gjitha patterns që ekzistojnë në univers, të marrim dhe të bëjmë tona dhe të aplikojmë ato në botë. Pra, kur vëzhgojmë qiellin për shembull, kur shikojmë se si planetet vortiten rreth yllit të tyre, e të tjerë. Të gjitha këto, mënyrë se si ndikohen të gjitha këto trupa qiellor nga njëri tjetri, arrijmë që edhe ne t'i perceptojmë shumë mirë dhe si rridhoj t'i aplikojmë ato në botë dhe të krijojmë një bazament vërtet shumë të fuqishëm. Këtë po e përsëris disa herë sepse në këto momente shenja e akrepit ka një mundësi vërtet shumë të madhe për të zhvilluar, për të evoluar, për të krijuar diçka që i reziston gjeneratave të tëra. Shenja e akrepit në të vërtet e ka të thjesht, nëse dëshiron të bëj, është një shenjë fikse, është të vërtet kjo, por është edhe në të njëjtën kohë dhe një shenjë uji dhe një shenjë zjarri. Arrin që të përdori pak a shumë të gjitha elementet në të njëjtën kohë, për këtë arsye, sidomos në këto momente. Mjafton që të ketë atë pasionin e duhur dhe vendosmërinë e duhur. Kjo është vetëm gjë që nevojitet. Ky vit shenja e gjatë stinës ujore, të gjitha shenjat në përgjithësi do të ndikojnë pozitivisht. Do t'i këshillojmë me ngulën për këtë arsye që ta përdorim. Është një nga momentet e rralla, por i përsëris duke qenë se në datën 17 do të kemi një eklips të diellit. Është një eklips i cili është në formë unaze dhe atëherë gjithmonë krijojmë krijimin e lidhjeve të reja, por në përgjithësi këto lidhje janë
në qoftë se nuk menaxhohen ashtu siç duhet, mund të bëhen shumë të lodhshme. Kjo është e vlefshme edhe për shenjën e akrepit, është e vlefshme edhe për të gjitha shenjat e tjera, por shenja e akrepit më tepër do ta preki, mund të bjerë si bombë atomike pak a shumë tek marrëdhëniet familjare nëse nuk është i vëmendshëm. Dhe si rrjedhë mund të thotë edhe fillimin e martesave, por mund të thotë edhe mbarimin e tyre. Është një nga shenjat më të ndikuara për këtë arsye. Shenjat e nga ka ngelur shenjat e zjarrit, kishte shumë shigjetare që kërkonin, do i them tani më herë. Për shenjat e zjarrit, ndikimi është i fuqishëm, në përgjithësi është i bukur për të gjitha shenjat e zjarrit, por për marrë nga shenja që ndikohet që lodhet pak. Është shenja e luanit. Duke qenë se shenja e luanit ndodhet përballë me shenjën e ujorit. Dhe mbi të gjitha, duke qenë se dielli e humbet energjinë e tij kur ndodhet tek shenja e ujorit, këtë e përmendëm edhe në fillim, për shenjën e luanit kemi të vështirë që të përdorim komplet potencialin tonë. Si rrjedhë mund të kemi një farë plogështie gjatë kësaj periudhe. Por këshilla që thash, ose më themi efekti që thash në fillim, që faktikisht jemi më të aftë që të dëgjojmë universin, të kuptojmë më mirë konstruktin e tij në këtë moment, sepse kemi një downloadim vërtet shumë të madh. Këtë mund ta bëj edhe shenja e luanit. Në qoftë se e bën këtë, atëherë kemi mundësi vërtet shumë të mëdha që të kuptojmë të gjithë, që të kuptojmë se si mund të përdorim edhe elementet e reja që po hyjnë në jetën tonë. Po ashtu të bëhemi edhe persona shumë më tepër empatik, si rrjedhoj të gjitha marrëdhëniet personale ndikohen në mënyrë shumë pozitive. Ndërkohë që energjia mund të jetë pak më ulët, kjo ajo çfarë duhet të bëjmë, ose ajo çfarë jemi të detyruar të bëjmë, është të ngadalësohemi. Po ky ngadalësim nuk është diçka negative, nëpërmjet këtij ngadalësimi kemi dhe aftësinë që të vëzhgojmë gjithçka, pak a shumë sikur është në një film të ngadalësuar, dhe si rrjedhoj që të arrijmë ta kuptojmë edhe më mirë. Për këtë arsye shenja e luanit, edhe pse është pak larg energjisë së tij, kjo nuk do të thonë se është diçka negative, është diçka pozitive, mjafton që të dimë se ta përdorim. Se si do ta përdorim, e thash tani. Shenja e dashit. Dhe shenja e dashit gjatë periudhës gjastinës së ujorit është një ndër shenjat që ndikohet më pozitivisht, që pothuajse nuk ka asnjë lloj pengese. Edhe marrëdhënia që ka shenja e dashit me shenjën e ujorit është shumë pozitive. Ndosë për shenjën e dashit thuhet që është pak më primitive, sepse aty fillon zodiaku. Ka një zjarr vërtet aq të madh për jetën, sa që arrin që shpon edhe qiellin, si rrjedhë është shenja që ka më të thjeshtë të krijojë lidhje me hyjnorën, sepse nuk ka asnjë lloj pengese, nuk ka asnjë lloj kushtëzimi shenja e dashit. Për këtë arsye kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm gjatë gjithë periudhës së shenjës së ujorit. Kemi një lulëzim të dukshëm. Arrin që në qoftë se kemi një ëndër, për shembull, një dëshirë që duam të realizojmë, stina ujorit për shenjën e dashit është stina kur to në përgjithësi realizohen. Kemi fillimin e disa lidhjeve, marrëdhënieve të cilat i rezistojnë vërtet viteve, madje edhe disa jetëve. Është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme, shumë e bukur. Dhe mbi të gjitha kemi dhe aftësinë që atë pasionin që kemi ndaj jetës ta shprehim në të gjitha ambientet, pranë çdo aspekt jetës tonë. Për këtë arsye, për shenjën e dashit nuk është se kam ndonjë gjë negative për të thënë. Për këtë vit vazhdojmë që të jemi në ndikimin e Chironit, dhe duke qenë se prek shëndetin fizik. Gjithsesi do të këshilloj që për shëndetin fizik të jemi të kujdesshëm, por duke filluar nga dita e nesërme, duke qenë se dielli do të kalojë tek shenja e ujorit, ky ndikim do të jetë më i zbutur. Ditët që do të bëhen problematike, duam apo s'duam ne, është dita e premte dhe dita e diel e ardhshme, ose më thënë e premte mbas dite deri ditën e diel do ta ndjejmë këtë, sepse do të kemi një Mars tek gradët e fundit të shenjës së Vricjapit dhe do të ketë edhe një kënd negativ me Chironin, prandaj edhe shëndeti fizik është i prekur, duhet jemi të kujdesshëm. Shenja e Shqiptarit, që është shenja e fundit që nuk kam folur. Shenja e Shqiptarit e lash për në fund me vetë dije, është drejtuar nga Jupiteri.
Dhe Jupiteri është nipi i Uranit dhe ka një marrëdhënie vërtet shumë të mirë me njëri tjetrin. Jupiteri është karakteri në mitologji i cili theu të gjitha ciklet karmike që ekzistonin në linjën e tij, pra në fisin e tij, duke qenë se të njëjtin makth që kishte dhe që e shtyu babain e tij që ishte Saturnin që të vriste fëmijët e tij ose t'i gëlltiste më të themi. Një lloj siç e bënte edhe gjyshi i tij që ishte Urani. Ishte Jupiteri ai që e theu këtë si cikël, duke mundur egon e tij. Për këtë arsye është një nga karakteret më të rëndësishme, për këtë arsye është edhe mbreti i Olimpit, sepse është vërtet, nuk është se është i fuqishëm sepse ka mundur perëndit e tjerë, është i fuqishëm sepse ka mundur egon e tij. Prandaj dhe është pak a shumë momenti ku i gjithë farefisi pra i perëndive, po e themi në këtë mënyrë, u shfaqsua ose u falën mëkatet nëpërmjet Jupiterit. Kjo është edhe arsye që shenja e Shëgjetarit, që është drejtuar nga Jupiteri, është edhe shenja më me fat, sepse ka arritur që të mundi egon e tij dhe si do e ka merituar pra gjithë begatin që i ofrohet. Shenja e Shëgjetarit gjatë periudhës së ujorit është shenja vërtet më me fat. Ka një komunikim pothuajse perfekt. Është në një energji pothuajse perfekte, sepse të gjitha downloadimet që vijnë nga universi i percepton në mënyrë ideale, darin që t'i përdorin në mënyrë të tillë. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për ata që kanë lindur gjatë shenjës së Shëgjetarit, bëhet fjalë edhe për ata që kanë ascendentin te kjo shenjë, sepse arrin që ta perceptojnë ose vibracionet e natyrës, vibracionet e universit i perceptojnë vërtet shumë mirë. Si do kanë dhe aftësinë që t'i përdorin ato. Shenja e Shëgjetarit për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe ka një rritje vërtet kolosale. Në qoftë se keni probleme që ju dalin përpara, këshilla ime do të ishte që të merrni ndihmë nga vëllezërit dhe nga motrat tuaj. Ata bëhen aleatët më të mirë gjatë kësaj periudhe. Edhe në qoftë se nuk keni marrëdhënie të mira, normalisht gjatë kësaj periudhe është instiktive që të ndihmojmë njëri tjetrin, prandaj do t'i këshilloja që ta përdorin. Ja, sa thash motrat e vëllezërit tuaj dhe motra ime erdhi në skemë. Gjatë kësaj periudhe, pyetjet që kam marrë vazhdimisht është në lidhje me luftën, do dalë apo do dalë një luftë e tretë. Kam pasur shumë pyetje në lidhje me këtë, në anën astrologjike, po e themi në këtë mënyrë, një luftë e tretë po duket, por është ajo që po përjetojmë në këto momente, sepse lufta nuk është më për marrjen e tokave, sepse ato nuk kam nevojë që të merren me dhunë siç merresh njëri një kohë, janë marrë. Ndërkohë që në këto momente e rëndësishme është mendja jonë. Gjithsesi, këshillat që kam dhënë gjatë hënës së re, që të dalin për Zot tokave pjellore, nëse kemi mundësi normalisht, sepse na duhen për të rindërtuar qytetërimin tonë, vazhdojnë që të jetë e vlefshme, por ajo çfarë do t'i dalim më tepër për Zot është mendja jonë. Në këto momente kemi vërtet shumë zhurmë. Dhe të gjithë bërtasin dhe kemi disa veprime të cilat vërtet janë pa kuptim. Disa drejtues të cilët sillen si gangster, pak a shumë po e them në këtë mënyrë, dhe është bërë një fazë pak tragjikomike, por kjo është ajo çfarë është lufta e tretë botërore, domethënë. Është një luftë e tretë e cila na ndikon në psikologjinë tonë, na bën që të krejmë një frikë, të krejmë panik dhe të reagojmë në mënyrë që të mbetemi brenda kësaj matrice. Ne jemi shumë më të fuqishëm se kjo. Kur them ne, po them për ne, si njerëzim, të gjithë ne. Mendja jonë është mjeti më i fuqishëm që është krijuar ndonjëherë. Si rrjedhoj, në qoftë se ne jemi të aftë që ta mbajmë atë në kontroll, atëherë nuk ka asnjë gjë që mund na dalë përpara. Përpërsëris, nëse ka një luftë në këto momente, është për mendjen tonë, prandaj dhe dilni më kajt mendjes tuaj pra. Ky është mesazhi që unë doja të jepja. Për tema në lidhje me gjërat materie ose toksore, si po pyet këtu Besmiri për shembull, se këtu
Mary. Kjo është një lidhje të përdel për cilat unë nuk do të flas, por mund të gjeni shumë video të mia që kam bërë, mund të gjeni te kanali im i YouTube-it ose te kanaleve të ndryshme televizive që dalin. Se si do të ndikohet përsa i përket të ardhme materiale, shenjat, në vitin 2026, për shembull, mund ta gjeni te Scam TV, kur isha në e ftuar aty, mund ta dëgjoni sepse kam folur në aspektin material. Ndërkohë që se si i kanë lidhjet një virgjësh mashkull dhe ku diun se çfarë femër, këto janë pyetje që unë nuk i përgjigjem ndonjëherë, zonja Mary. Prandaj do ju këshilloja që të drejtohen tek astrologët të tjerë sepse e di që pothuajse të gjithë të tjerët ju përgjigjen, kurse unë nuk kam interes të tillë. Në qoftë se dëshironi thjesht për ripërsëris tani, thash edhe pak më parë, por në qoftë se dëshironi që të dini për se si ndikohen shenjat gjatë cikleve të ndryshme ose gjatë javës apo nga hëneri, hënë plotë të tjerë, pra parashikimet periodike mund t'i gjeni te kanali im YouTube-it. Për hënëre, për shembull, kësaj radhe bëra goxha të gjatë video. Edhe për javën, këtë javë, duke qenë se po më shpërqendronin shumë komente, mbylla dhe komente dhe fola gjatë gjërë pastaj, prandaj edhe video më pothuajse një orë. Mund të gjeni edhe atë gjatë gjërë. Okej, pra. Shumë faleminderit edhe një herë që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e premte. Ndërkohë që nëse keni pyetje, si për shembull ato që më kishin ardhur nga DM dhe ju përgjigjesh në fillim të kësaj videoje, mund të më shkruani përsëri nga DM-i ose mund të më shkruani edhe nga WhatsApp-i, edhe pse WhatsApp-in tashmë kam lënë thjesht të përdor për të prenotuar shërbimet e mia me pagesë. Është i vetmi platformë që pranoj tashmë prenotime, ndërkohë që të gjitha të tjerat i kam mbyllur këtë si tematik. Okej, pra. Faleminderit edhe një herë që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e premte. Pafshim!